kujtohet si sot, do më thonë, kur kom hyp në autobus, ka qenë një farë ire luftës. Këtu qeset e plastikës fluturojnë në për ajrë. Në çdo vitrinë e venim në Kosovë, si çdo student edhe unë, e bashkarisht venim të familja, edhe në atë kohë unë u pata regjistru si mjeke me shku me UÇK, me një batalion të caktuar, me idenë që kur shtrohet nevoja, unë më aktivistë. Me të qenë pjesë, po. Edhe në ndërkohë gjatë vitit të rive që situata filloj mu tensionu, unë e pata një farë aksidentit vogël me klavikulën e dëmtova, edhe të njëjtën kohë më thrasin të Shqipërisë, thonë, o gocet do vish, se gjithë na eken nga këto. Pse? Se s'po e kuptojnë zhargonin tonë këta kur po komunikojmë, jenë mësu me ty, kështu që dhe i le pushimin edhe hajde. Ka qenë pikërisht dita kur ka ndodhur masakra e Çakut. Edhe më kujtohet si sot, do më thonë, kur kom hyp në autobus, ka qenë një farë ire luftës. Këtu qeset e plastikës fluturojnë në për ajrë, njerëzit friksum veç. Ajo atmosfera tipike Po, atmosfera e luftës. Pastaj rrugës, njëri nga udhëtarët aty e maltretun shumë, e lidhën durt me pranga, e rrafen shumë keq. Kishtë studente që kishë marrë qumë shpi Kosovës, se Shqipëria loj, kishtë ato vështërësit e veta. Na pëtëshim pëse keni marrë shumë, ku piqoni nërvos, ushtarët, policia, aty në kufi, edhe arritëm me kalova në Shqipëri. Pastaj kom kuptu që njëri nga këta ushtarët e batalionit me cilin unë isha, mendoja mu i kuadru, e kishin zonë policia sërbe, i Gjilani djali, edhe duke e ra edhe torturu, edhe të e pyt rrët për hierarkinë e batalionit, e pysin kush është mjekja. Do më thonë kanë marrë informatën. Po, kush është Feride Rushiti. Fatmirësisht, kur kanë ardhur, unë nuk kam qenë në shtëpi, do më thonë, kam shpëtu, me thonë, jo 24 orë, po punë, më pak se 24 orë nata, do më thonë, që më kanë da. Pasi unë edhe 2 herë më parë kam qenë në një investigim. Në atë kohë, na si studenta që studionin në Shqipëri, nuk ishim të mirë pritën prej sistemit Jugosllavisë, edhe shumë herë e shfrytëzonin rastin me na marrën hetem, çka po bëni, apo votoni për Sali Berishën, pse po e zgjedhni Tiranën si vend universitar, s'po zgjedhni Nishin ose Beogradin. Pra kishte pyetje natyrave ndryshme, siç kanë ditë në atë kohë sistemi i Miloševićit, kështu që ishin ardhur direkt në adresë për më arrestu. Fati mirë, po them, ka qenë në atë kohë një periudhë shumë e shkurtë, 8 orë në 9 orë, që unë kam qenë në Shqipëri, edhe pastaj kam vazhdu punën aty me punu si koordinatore. Kanë ardhur rrit numri vazhdimisht, kryesisht në atë kohë vinin prej regionit Dugazhinit, do të thonë Shqipëri, ata kanë qenë të parë që kanë ardhur. Vinte duke u rritur numri, edhe vinte nevoja për me shtu staf profesional në atë organizatë. Aty punonin një psikiatër, një neurolog, ky doktori me cilin punoja dhe një ginekologe. Mirë po numri, vende duke u rrit, nevoja për me dalë në teren, me shku edhe me po në rritje. Pastaj kom fillu me i rekrutu studentat kosovar që kanë qenë mjek në atë kohë, edhe ata ju bashkan gjithë në organizatës, e ma vonë me numrin e refugjatëve që vinin, kishë edhe shumë mjek prej Kosovës, e kryesisht për Gjakovës, edhe ata kanë fillu mu inkuadru, edhe dykun rreth 45 vjet i po si ekip. Do të arrit me u kriju një ekip i punës në atë periudhë.